Ndërruar të shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë. Siç ju thamë dhe ju e dini, më mirë se ne ndoshta, që në Iran ka shpërthyer një revolte e hapur ku regjimi është përgjigjur me gjak. Derdhje gjak në mënyrë masive, po themi në mënyrë masive, deri dhe te fëmijët. Nuk janë kursuar as fëmijët. Qindra të vrarë, ndërprerje energjie, ndërprerje të internetit dhe terror. Ne menduam që t'i japim pak kohë nga pjesa e dytë dhe pastaj dhe do të flasim domethënë a rrezikohet seriozisht regjimi i ajatollahëve për këtë çështje dhe pastaj për spakun, natyrisht që ne kemi gjithmonë në fokus, do të flasim në pjesën që sapo nisëm. Klodian Tomori, faleminderit. Mirëmbrëma. Zoti Tomori dhe Ermir Gjinishi, faleminderit. Bravo. Në lidhje direkte Olsi Azerxhi pedagog, a e bëni një punë regjia që se ti zgjohesh aty. Do me thënë, sa është ora tani aty? Ora është 5 e sabahut. 5 e sabahut dhe ti e vë në zile, se dukesh pak që je ngritur nga gjumë, po faleminderit shumë, do të themi ty, ndryshe nga faleminderit ju tham tyre, faleminderit shumë se ke lënë gjumin. Kjo është mirë rëndësishëm se tani të ndjekim sinkron protestat në Iran. Dhe rikthehemi. I too am preparing to return to the homeland so that at the time of our national revolution's victory, I can be beside you, the great nation of Iran. I believe that day is very near. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. Pra ky është sinkronin e kishim përgatitur, ndërruar të shikues, zotit Gjinishi të hymë me njerë, çfarë po ndodh aktualisht në Iran? Pse janë ngritur njerëz protestë? Janë protesta për shkak të ekonomisë, për shkak të mungesës lirisë? Çfarë ka ndikuar më së shumti? Në mënyrë sa më të koncentruar, të lutem. Atëherë, protestat cilët filluan në fund të vitit kaluar, janë një valë e re protestash të Iranit, qofse sjellim në kujtesën e të rishikuesit që nga vitin 2019 protestat në Iran kanë qenë gjithmonë intensive. Në vitin 2022 ishte ngjarja me Amenin, e cila agravoi gjithashtu në protestat dundshme dhe tani kemi këtë valë të re protestash. Çfarë po ndodh me Iranin? Irani është Irani që nga viti 1979 një sistem teokratik, në momentet caktuara autoritar, në momentet caktuara tjera shfaqet si diktaturë. Gjithmonë ka qenë në fokusin e kritikave të organizmave ndërkombëtar për shtypje të lirive drejtave të njerëzit, problemet mëdha me zgjedhjet. Megjithatë, ajo që ka ndryshuar vitet e fundit në Iran duket që ato cilët ne kemi quajtur më parë politikanët reformatorë me konservatorët pothuajse janë shkrirë në një dhe mbi të gjitha kanë humbur besimin e qytetarëve të Iranit. Çfarë ka ndodhur kush ishin arsyet e protestave të fundit? Arsyet ishin ekonomike, po që degraduan në kërkesa politike të menjëhershme. Një nga sloganet më të përhapura në këto proteste ka qenë vdekja diktatorit dhe kishin si qëllim Khamenein, prisin e revolucionit dhe udhëheqësin shpirtëror. Mund të bësh analiza pa fund, zoti Rakipi, dhe të gjesh aksesor ndihmës ose faktor ndihmës pse ndodhin këto në Iran. Patjetër. Çështja e shërbimeve, përplasjet me Izraelin, konfliktet mëdha që kanë bota shiite me botën sunite në rajon, çarja e madhe edhe pakënaqësitë gjithmonë në rritje ndërmjet stresave të ndryshme në Iran. Megjithatë ka disa tregues këtë herë, do të thoja unë që janë të veçantë. Cilët janë? Janë 31
provinca në Iran të cilët janë përfshirë totalisht në këto protesta. Domethënë, i gjithë territori i Iranit, qytetet vogla dhe qytetet mëdha janë përfshirë në Teherani i gjithë ndoshta apo jo? Teherani filloi dhe kjo është çudia. Shiko, ka një tregues në historinë e Iranit. Kur ngrihen tregtarët dhe biznesmenët, thika ka shkuar aty ku s'bama. Dhe kjo ndodhi. Në Asfahan u ngritën tregtarët dhe në qytetet e mëdha u ngritën tregtarët. Mirë, kush janë tre shtesat kryesore? U ngritën tregtarët, u mbështetën nga studentët dhe u bashkangjitën qytetarët. Ty thash që harta ka mbuluar gjithë vendin. Mund të gjejmë sa duash element cilët edhe qeveria e Teheranit i përdor, ndërhyrja e Amerikës, agenturat e huaja, të gjitha mund të jenë prezente, po ka një dhënë shumë të madhe. Në buxhetin e 2026-s të Iranit, Irani ka parashikuar ngritje të taksave 65%, ndërkohë që inflacioni është 50%. Kjo është problemi kryesor, gjendja ekonomike e papërballueshme, dështimi i qeverisë për të zgjidhur problemet ekonomike ka kaluar në një shpërthim dhe një pakënaqësi politike ndaj gjithë regjimit. Unë mendoj që këto janë protestat më serioze, nëse do të themi, në Iran. Sigurisht që edhe një nga problemet kryesore të Iranit nuk kanë qenë vetëm keq menaxhimi ose korrupsioni që ka çdo qeveri, faktorët e brendshëm, po financat e jashtëzakonshme që ka çuar shteti i Iranit për financimin e milicive shiite në gjithë lindjen e mesme. Janë para shumë dha ato, të cilat kërkojnë, si thuash, një buxhet të vazhdueshëm vit pas viti, cilët Irani është detyruar t'i bëjë për të ruajtur rolin e tij si faktor rajonal në të gjithë lindjen e mesme. Çfarë mund ndodhi, zoti Rakibi? Për shkak të peshës madhe dhe gjithë faktorëve tjerë, që ndoshta do i diskutojmë dhe në panelin ton, janë 4 skenare të mundshme të cilët priten. Skenari më i arsyeshëm ose më pranë realizimit është ajo që po ndodh, një shtypje e dhunshme nga regjimi. Dhe sigurisht që kjo mund ta mbyll debatin për disa muaj, por nuk mund ta mbyll dot për një periudhë gjatë, sepse është një gjendje ekonomike mbi të gjitha e jashtëzakonshme, shumë e ngurtë, është një krizë ekonomike e jashtëzakonshme. Skenari i dytë është që këto protesta mund të zgjaten, mund zgjaten pa fund dhe kjo mund sjell një çarje të elitave politike, çarje të klerit, çarje të pjesës intelektuale dhe dobësim të faktorit politik atje dhe jo vetëm. Skenari numër 3 është që shteti të bëjë një hap prapa dhe të bëjë një reformë të kontrolluar nga vetë ai. Kjo gjithashtu do ta zbuste për pak kohë, por nuk është zgjidhje. Ndërsa skenari i fundit është për shkallëzim i dhunshëm. Ky ndoshta është një skenar me pak gjasa të ndodhë ose ka probabilitet shumë të vogël, por nëse do shkojmë drejt këtij skenari, atëherë ndërhyrja nga jashtë do jetë dramatike për Iranin. Ajo që mua më bën përshtypje përtej faktit që kemi të bëjmë me një sistem të paktën autoritar, standardi i dy fish, cilin ne kemi diskutuar gjithmonë, zoti Rakibi. Po. Antonio Costa, presidenti i Këshillit të Evropës, sapo priti Xholanin, presidentin e Sirisë, i cili vetëm para një muaji doli nga lista e zezë. Doli nga përkufizimi ose nga standardi i përcaktuar për një kohë gjatë nga faktorët ndërkombëtar si terrorist. Për sa kohë që lindja mesme përgjithsisht ka këto probleme me autoritetet qeverise dhe faktorin ndërkombëtar ndërhyn jo për të krijuar një lloj standardi demokratik, po për të shërbyer interesave të caktuara, nuk do ketë paqe lindja mesme. Dhe Irani është në një moment shumë të vështirë, mos harroni diçka tjetër. Interesat për ndryshuar regjimi i Iranit nuk janë thjesht të popullit ose të pakënaqësive të brendshme. Kemi faktorë shumë dhej që fshihen pas Iranit dhe mbështesin Iranin, siç është Rusia dhe Kina. Mos harroj që Irani është një nga eksportuesit më të mëdhenj të naftës në botë dhe 80% naftës Iranit e blen Kina. Mund të kemi të njëjtën situatë që është Venezuela. Pyetja tjetër që ka mund që mua më duket të do një përgjigje. Okej. Besoj që e rëndësishme është gratë dhe të rinjtë duket se janë vinë e parë të protestave. Pse? Veçanërisht gratë me çfarë përballen ato sot në Iran dhe pse? Me pse janë ngritur? Shiko, ne shpeshherë kur trajtojmë këto protesta, mundohemi gjejmë ose të ngrejmë pikpyetje për çështja të cilat nuk meritojnë shumë pikpyetje, por ne na duken si të vështira. Shiko, gratë në Iran janë shumë në mas, janë shumë të shkolluara dhe marrin pjesë aktive në jetën e shoqërisë. Patjetër.
Pa tjetër, i kene gjitha institucionet e shtetit. Në Irani ka pas ministre gra. Kjo është tjetër çështje, domethënë, janë forcë e shoqërisë. Janë shumë të shkolluara. Nga ana tjetër, mos haro diçka tjetër që Irani ka vuajtur dhe shpesh herë ka qenë në optikën e kritikave të mëdha për respektimin e të drejtave të grave. Mos harroni dhunën që plasi para vitet 2019 dhe pak më vonë, kur këto grupet e policisë religjioze i turreshin grave cilët kishin hequr shamit, nëse e kujtohet apo jo, dhe i arrestonin. Kështu që ka shumë arsye dhe në sisteme të tilla, zoti Rakipi, që janë ku autoritarizmi politik bashkohet dhe me doktrina religjioze, ka element abuziv pa fund. Qartë. Tjetra është që duhet të koncentruar pra se të fotim edhe kolegun. Tani, pyetja është sa të vrarë ka, sa vetë janë vrarë deri tani. Është shumë thonë dhe fëmijë. Ja, kjo vajza për shembull është një artiste, cila është vrarë sapo ka dalë nga shkolla, mbrapa qafët se kanë goditur, me plumb me njerë, dhe kanë vrarë. Është bashkuar me protestuesit dhe kanë vrarë. Nuk kursejnë as fëmijët. Sa janë të vrarë deri tani? Ka një problem shumë të madh saksia e informacionit. Atje është ndërprer interneti, janë ndërprer rrjetet sociale. Po kjo vajza është vrarë tani. Jo, e vërteta është që flitet mbi 500 të vrarë. Flitet mbi 500 të vrarë, por mund të jenë edhe shumë më tepër se kaq. Mund të jenë shumë të tepër. Në protesta janë vrarë edhe fëmijë. Edhe kjo është e vërtetuar të paktën një 10 fëmijë. Burgosur? Me mire janë të burgosur dhe të arrestuar, po ka dhe diçka të çuditshme që duhet thënë, zoti Rakipi. Janë disa dhjetra punonjës të sigurisë shtetit, cilët edhe këto janë vrarë. Dhe janë vrarë me armë. Dhe janë vrarë me armë. Që do thotë mund të ketë edhe duar tjera të cilat përfitojnë nga rasti, që ta ndezim shumë herë më. Megjithatë për mendimin tim, domethënë këto janë gjithë elementë, si thua, plotësues, por nuk është ky thelbi i protestës. Thelbi është gjendja e madhe ekonomike. Gjithë populli. Gjendja e keqe ekonomike dhe një sistem. Shumë njerëz mund ta përdorin, e kupton. Një sistem teokratik tërësisht i dështuar. Janë ngritur gjithë njerëzit. Atëherë Azerxhi, ke një vështrim ti je për të folur të unë duke patur një qëndrim krejt tjetër. Mendoj unë, si është mendimi tënd tani për gjitha këto që unë pyeta Gjinishi? Shumë nga ato që ju përmendët në studio janë të pavërteta. Problemi është që kur flitet për Iranin ka shumë dezinformacion. Në Iran njerëzit kanë shumë herë më liri se sa në Shqipërinë e Edi Ramës. Në Iran protestat janë të sankcionuara me ligj. Do të protestosh kundër regjimit, del edhe proteston dhe nuk të arreston njeri, sikur fjala bie më arrestoi mua Edi Rama me policinë antiterrorit në vitin 2020 kur bëra peticion për kundër torturës që regjimi Ramës i bënte Imam Kenci Ballës, apo nuk të arreston njëri si kur... Për Ramën do të thres njërë tjetër, do të më thuash, dhe me thënë me që ti kem shumë informacion, dhe i do Ajatullahun. Po jo vetëm që i dua, por unë edhe e vizitoj Iranin, unë kam qenë për para... Nuk të thënje, për në Iran kanë qenë shumë njerëz, unë s'kam patur fatin, kam qenë në vendet... Nuk besoj se ka qenë do një shqiptar kohë të fundit, dërsa unë kam qenë. Dhe situata në Iran është shumë paqësore. Paqësore, e? Pati disa protesta që nisën në datën 28 dhjetor, dhe protestat u quan nga është një pazar në Teheran, që janë këta, sigur kemi në fjala bie tregun e medreses, janë këta pazargjit që blejnë edhe shesin telefona e tjerë, se në Iran populli nuk ka taksa sikur në Shqipëri, nuk i nxjihet jeta sikur janë nxjerrë policia e Edi Ramës. Po çfarë ndodhi është se amerikanët me izraelitët e luftojnë Republikën Islamike të Iranit që në vitin 1979 me përmbysjen e diktaturës së Shahut dhe themelimit të demokracisë teokratike republikane iraniane. Irani u bë një nga shtetet më të rrezikshëm ndaj gjenocidit dhe apartheidit izraelit.
Dhe për këtë Një priftë më thotë, që është dhe miku tënd, Paulin Vilajeti, thuaj ati miku tim thotë që nuk është sistem teokratik, është sistem satanik. Paulini është evangelist dhe ai adhuron ata vrasësit izraelit. Dhe ai domethënë po të ketë mundësi do të mbështesi edhe goditjen me armë nukleare kundër Iranit, ai mbështet edhe gjenocidin në Gaza. Domethënë ai nuk është person që mund të merret si i paanshëm të debat. Por dua të them që Irani është nga mund të them që ta quash edhe të paanshëm dhe veten paanshëm, e kuptoj. Jo, edhe unë nuk jam i panshëm, unë jam pro-islami. Unë jam pro-Muammar al-Gaddafi të cilin Ti po thua që është një kohë paqësore aty, ë? S'ka të vrarë. Jo, nuk është kohë. Të vajzën që paraqitëm ne tani që sapo doli nga shkolla dhe e vranë, brapa qafës me plumbë, çfarë kishte për kjo? Një moment. Ajatullave? Një sekond. Unë po thoja që pati protesta dhe nisën në datën 28 dhjetor, dhe protesta nisi nga pazargjit e Teheranit, sepse çfarë ndodh? Nga që Irani është nën sanksione, Amerikanët dhe Izraelitët godasin në mënyrë të pandalshme monedhën iraniane. Ndryshe fjala bie nga Shqipëria, ku Rama fal aleancës së tij me Izraelitët e ka bërë lekun shqiptar më të fortë edhe se euron. Në Iran çfarë ndodh është që ti po ti je tregtar, e blen një telefon po e zëm $100 sot, sepse tregu ndërkombëtar funksionon me dollar, me euro dhe me yuan. Po çfarë të ndodh që ti është kur ti e sjell në Iran të telefon që ke bler, ti e ke bler $100, ty të bie vlera e monedhës dhe ti humbet para. I dashur të mbetemi këtu, të mbetemi te po ja pra të sqaroj për protestat. Nisën protesta paqësore. Po përgjegjës për inflacionin kush është aty? Këtyre protestave ju bashkangjit edhe presidenti i vendit. Ju e njihni më shumë. Një minutë ta mbaroj, lutem. Se jam me Skype edhe më pritet zëri. Ju bashkangjit edhe presidenti Pezeshkian që tha populli ka të drejtë. Ju bashkangjit edhe lideri suprem Imam Ali Khamenei. Por çfarë ndodhi është që Mossadi izraelit me CIA-n amerikane futën menjëherë në përdorim grupet që ata financojnë kundër Republikës Islamike. Dhe dolën njerëz nëpër rrugë me armë duke vrarë policinë dhe duke vrarë njerëz të ushtrisë dhe forcave të sigurisë. Janë djegur biznese, domethënë çfarë policia në Iran pas datës 28 dhjetor, bëri atë që bëri në Shqipëri në 1997, kur u formuan banda dhe u doq vendi. Dhe përballë këtyre bandave, qeveria iraniane u detyrua që të bëjë atë që bëri edhe qeveria e Bashkim Finos dhe Fatos Nanos në vitet 2000, ku antarët bandave kriminale u ekzekutuan apo u arrestuan. Problemi me qeverinë iraniane është se ata janë shumë tolerantë. Domethënë, nëse bën kështu gjërash në Kanada, në Amerikë, apo edhe në Londër vetëm të çosh flamurin e Palestinës, të arrestojnë dhe të fusin në burg si terrorist. Ndërsa qeveria iraniane është shumë tolerante, i lejoi këta persona që të djegin autobus, të vjedhin biznese, të djegin spitale, të djegin edhe xhami, dhe qeveria, domethënë, duke qenë se këto grupe terroriste koordinoheshin nga CIA dhe nga Izraeli, dhe këto janë fakte që i ke nëpër mediat perëndimore, që nga Jeruzalem Posti, ku Mossadi në mënyrë të hapur i bëri thirrje grupeve me diversant që ata kanë në vend që të hidhen në aksion, dhe Republika Islamike u detyrua që të vendosi ligj dhe siguri. Por tani më protestat kanë marrë fund. Irani vuan nga protesta, por protestat më të mëdha kanë qenë ato të vitit 2022. Ja, mos kaloni historia, të lutem. Shiko, të dërgova një mesazh në WhatsApp. Ministri i jashtëm iranian para një ore ka thënë këtë. Mund të ma përkthesh? Ti di këtë gjuhë apo jo? Kanë dalë jashtë kontrollit. Kanë dalë jashtë kontrollit thotë dhe godet protestat. Se ti the që nuk ka protesta.
Kanë dalë jashtë kontrollit. Jo, protestat janë duhet të dim diçka. Jo, ministri, unë të dërgova. Një minutë, lutem. Shumë nga gjërat që shkruhen nëpër mediat perëndimore për Iranin janë fake news apo janë gënjeshtra. Është Al Jazeera. Është Al Jazeera, lutem. Ajo që u bë kundër të kam dërguar citimin e ministrit të jashtëm të Iranit Al Jazeera. Në Al Jazeera. Te Al Jazeera. Dgjoj, shumë nga ato informacione që... Ti edh poshtë, nuk e ka thënë ministri dhe edh poshtë dhe Al Jazeera. Ta dërgova. Jo, muhabeti është që Al Jazeera... Ta dërgova dhe më kthej një përgjigje. Al Jazeera në 2011 zotëri, Dogji Libin, ku Ermir Gjinishi u shkollua, dhe Muammar al-Gaddafi, nga një heroj perëndimit, e kthye në terrorist dhe shkoi NATO dhe bombardoi dhe e vrau. Tani Gjinishi nuk ka lidhje me këtë. Muhabeti është që kundër Iranit, ashtu sikur edhe kundër Libis, si kundër Egjiptit, si kundër Siris, bëhen ato që quhen operacione... Pjesa dërmuese e popullsisë iraniane është ngritur në një revolt të madhe dhe ti mendon që s'po ndodh asgjë. Po jo, zotri, ka patur protesta, edhe protestat janë legjitime, por qeveria, to revolta... Që ka minimumi 500 vrarë, minimumi 500 vrarë për fshi dhe fëmijë, dhe vajzën që unë të nëzora në sfond. Për fëmijë. Dijon, ne nuk e dim kush është ajo vajza, ti besoj e ke parë filmin Wake the Dog, që ka bërë Robert De Niro në vitet 90, ku të regoj se si Amerikanët shpallën Shqipërinë po filluam ti tregoj, unë nuk të zgjova, më fal, nuk të zgjova që të tregojmë njëri tjetrit. Nuk të zgjova që ti tregojmë njëri tjetrit filma, të lutem. Nuk të zgjova që ti tregojmë. Më fal se nuk të dëgjoj nga që pritet zëri. Nuk të zgjova që ti tregojmë njëri tjetrit filma. Unë po të them ka deri tani minimalisht 500 vrarë të deklaruar. Mes të cilëve fëmijë. Mund të jetë shumë e vërtet që ka 500 të vrarë, dhe qeveria ka bërë shumë mirë që ka vrarë 500 njerëz, që thyen dhe forcat e sigurisë. Edhe neve në Shqipëri, më falë, edhe neve në Shqipëri. Me qeveria pa ka bërë mirë që ka vrarë, okej, e ndërpres. E Tirana do të vrasin, sepse po theve ligjin të vret shteti. I dashur, faleminderit shumë. Tu mbarojmë sepse qeveria ka të drejtë të ati, që i ka vrarë 500 njerëz, të deklaruar... Po normal, më edhe në Amerikë vritën protestuesit. A nuk vrau kjo policia e migracionit në Amerikë protestues për para 3 ditës? Mund të ndodhë një aksident për një protestues e një gjë, 500 të vrarë... Jo, në gjithë botën shtetit të vret, po e theve ligjin. Ja, thej një gjë tani që të cilën unë nuk mund të vazhdojmë bisedën. Të lutem. Ore zotri, pse nuk e vazhdojmë bisedën? A do bëjmë debat? Që ti të më thuash mua që qeveria bëri mirë që ka vrarë 500 veta? Po nuk ka vrarë 500 qytetarë qeveria, ka vrarë terrorist, ka vrarë njerëz edhe i keme filmime, bile sot ky ministri jashtë... Do me thënë në ti po thua që ka vrarë fëmijë terrorist? Ka vrarë fëmijë terrorist? Ka vrarë atë vajzën që është terroriste? Sa doli nga shkolla? Ajo vajza sa doli nga shkolla... Emrin mbi emrin regjia, po ma paraqit. Po ti zotri, ti ke gjetur një foto në internet, kanë thënë është vrarë kjo vajza. Jo, unë kam marrë lajmet e gjithë medias në kombëtar. Po ja, tu mbaron biseda. Gjinish foto dhe njerë me zotrin dhe e mbyllim tu. Shiko, e vërteta është kjo, që mos hapemi shumë. Unë personalisht jam bashkohem me Olsin në idenë e këtyre revolucioneve që bëhen nga jashtë. Kjo që edhe arsye pse dështoi pranverë arabe. Po ka një të vërtet madhe që duhet bien dakord. Sistemet politike, regjimet politike, në lindjen e mesme dhe në gjithë të vëndet ku ndodhi pranverë arabe, ishin të korruptuara, ma ishin të kalbura, ishin të dështuara. Ishin të korruptuara totalisht. Shtypnin popullin e vetë. Tani, çështja është kjo që Irani është një moment politikisht vështirë për shkak përplasjes me Izraelin, për shkak Shtetet Bashkuara të Amerikës, interesave të tjera gjeoekonomike dhe kjo nuk diskutohet. Por ne po flasim për faktorët e brendshëm të Iranit. Sepse në qovë se gjërat shkojnë mirë brënda, nuk ka forcë nga jashtë vit përmbysi. Dhe unë nësolla 2 fakte cilët janë zyrtare. Ka 50% inflacion Irani. Dhe kush është përgjegjës? Se nuk është problemi që ndodhi në dhjetor kjo dhe plasën protestet në janar. Ka i kohë shumë madhe. Si ka mundësi që shteti në një kohë ku ka 50% inflacion, rrit taksat 62%. Do me thënë, arka shtetit është bërë copë. Kush e ka bërë arka në shtetit copë? Keq politika, keq qeverisja, e cila ka çuar Iranin në një bartë madhe sanksionesh nga fuqitë e huaja dhe kjo ndikon patjetër në politikë, domethënë. E dyta, korrupsioni, patjetër. Janë kasta të korruptuara.
Dhe e treta, Rubina Aminjan, quhet vajza, është kurde dhe është 23 vjeç, studente. Është kurde, është 23 vjeç dhe është studente. Doli nga shkolla dhe u vra me plumb mbrapa qafës. Po mirë, nga e dini zotri që e ka vrarë policia iraniane dhe nuk e kanë vrarë grupet terroriste që financojnë. Po mirë, bjerë dhënë ati, që e vrau filani grupi terrorist. Filan. Këtë dhënë ati që e ka vrarë grupi terrorist. Apo bëm vetëm pyetje? As ju zotri nuk dini, e para e dyta, ku e gjetët ju këtë informacion? Te kush media? Sepse shumë informacione që ne lexojmë për Iranin, janë informacione të rreme. Dhe ne e dim që nga pranvera arabe, ku u përmbys qeveria e Muammar al-Gaddafi. E gjithë media ndërkombëtare ka, e gjithë media ndërkombëtare, po të lutem tani se jemi... Po s'ka gjë më e gjithë media ndërkombëtare... E di që, në fakt, unë jam një ekspert që unë merrem me Iranin. Unë jap mësim lëndën e revolucionit islamik dhe unë e di se çfarë bëhet. Unë merrem edhe me ata terroristët mujahidin që ju keni aty në Manës, që paguajnë njerëz dhe shkojnë edhe vrasin njerëz në Iran. Unë e njoh Iranin në detaj. Dhe puna është që, nëse do bëjmë një debat shkencor dhe akademik, duhet që ti analizojmë gjërat. Shumë gjëra që thuhen. Jo, nuk do vazhdojmë se kam 3 pika tjera. Unë e kam këtë gjithsej për 20 minuta dhe koha është gati në mbarim. Ka në referencë veçantë që nuk e kemi nëse dhe mund të një referencë ti që nëse kemi, zotri, po të faktuar, kemi. Referenca është kjo, që me krimin e shtetit Izraelit. Shteti Izraelit ka për luftra të pa mbarim kundër fshimeve të për një referencë historike tani, lutem. Ka bombarduar, ka shkatruar Egjiptin, Libin, Sirin, Sudanin, Irakun, Somalin, dhe shteti i fundit që po i reziston zionizmit ndërkombëtar dhe gjenocidit në Gaza, ku ndërsa ne flasim për këtë vajzën që është vrarë, ne nuk flasim për ata vjetra e qindra civil që Izraeli vret për ditë. Izraeli vrau 100.000 për ta mbyllur për këtë vajzën, për të mos folë më tej, CNN ka më shkruajnë bërë neve censur. Të lutem. Ndërsa nda Iranit sulmohet sepse Irani është vendi i fundit islamik që mbështet shlirimin e Palestinës. CNN e ka raportuar duke cituar grupet e drejtave të njeriut dhe vetë xhaxhain e vajzës. Më është fakt që është vërtetuar. Në qoftë se thot CNN-i, Donald Trump i CNN-in e quan fake news. Për presidentin i Amerikës e quan media relata. Xhaxhai vajzës, deklaratën e gjallët me gojën e vetë të xhaxhait vajzës. Por kush po i vret të njerëz? Po kush i vret të njerëz? Diti konkretisht kush është duke i vrarë? Kush është duke i vrarë këta njerëz? Dhe pse janë terroristë? Po bëhet luftë në Iran. Dhe pse kjo vajza është terroriste? Ose ata që e vranë, terroristë? O zotri, po ju e dini që në luftën e qershorit, vitit 2025, është e pranuar botërisht, mund ta gjesh edhe në Wikipedia, Izraeli me CIA-n amerikane kishte me mira agent, të cilët nuk vranë vetëm vajza, po vranë edhe krerët e ushtrisë iraniane, dhe u munduan që të vrasin edhe presidentin dhe liderin suprem. Në Iran, që grupe me terroristë të infiltruar, sikur diversantët që na hidheshin nga CIA në kohën e komunizmit në Shqipëri, dhe aty që lloj-lloj grupe që vrasin njerëz. Pyetje e fundit që kam, shihni një skenar tjetër apo u mbyllën? Ka një lajm BBC-s që kanë përfunduar. Nuk e di sa është i vërtet. Protestat ka përfunduar, nga që populli iranian, nëse ndjek mediat iraniane, kanë dalë me miliona në për rrugë duke denoncuar bandat terroriste, dhe nga që këto protesta kanë dështuar, në këto momente qeveria amerikane dhe izraelite po shohin mundësinë që të nisin një sulm ushtarak. Pra ti e ideja që këte ka bërë Amerika dhe Izraeli? Amerika dhe Izraeli e përmbysën Gaddafin, Amerika dhe Izraeli e përmbysën Asadin, ata vranë 1,5 milion njerëz në Irak kur vranë Saddam Husseinin, këtë gjë e di edhe Bufi, nuk është ndonjë sekret. Zoti Azexhiu, të falenderoj shumë për ndryrjen, edhe për sakrificën që orët e vona. Orët e vona ndihmove emisionin. Orët e mëngjesit. Orët e parë të mëngjesit, se të vonat, po ne i quajmë vona ato tani. Po. Të falenderoj shumë. Kam dhe 2 pyetje për Gjinishin dhe mbyll të kalojmë pjesë tjetër. Faleminderit. Ditën e mirë tani bashkë. Tani Gjinish, a rrezikohet seriozisht?
seriozisht pushteti i ajatollave në këtë rast? Po, është vërtet që intensiteti i protestave ka rënë, dhe nuk ka si ndodhë ndryshme, se kur flitet për 500.000 vetë vrarë, kur atje s'ke asnjë gazetar të huaj, ato mund t'jenë dhe 5.000, mund t'jenë dhe shumë më tepër, se kush i ka verifikuar ato shifra. 550, 520 është shifra zyrtare. Po, pra, Shifra zyrtare. Dhe po nuk dihet, të shohim bravo, asnjëherë nuk gjenden shifrat njëra. Shifra që ka dhënë qeveria vetë. Pra, kur jep shifra qeveria ka që imagjino sa mund tjetë, sepse njerëzit që i ka vrarë vetë qeveria, nuk mund pa disi veten e vet. Unë mendoj që kjo është një moment thjesht frymëmarrje për pushtetin, në moment sepse pushteti do jetë po ky që është, po ky regjim që është, do jetë po ky represion, dhe unë ju thash, nuk do dali dot Irani nga kriza e madhe ekonomike. Ky është problemi kryesor. E dyta, mos harro diçka, është dhe problem kulturor. Persët ka qenë perëndëri 3000 vjeçare, nuk mund të durojnë ato një sistem që e ka izoluar Iranian dhe i shikon si koshin e plerave të historisë, ta themi kështu, apo jo? Shëtrimi parë botë. Po nuk e pranojnë dot iranianët, domethënë atë pjesë që për shkak të qeverisjes dhe regjimit vet, iranianët gjithë bota shikon si terroristë dhe janë komplet izoluar. Unë nuk mendoj që regjimi ajatollave do të vazhdoj, sepse edhe Olsi tha që islamikët janë, nuk është regjim islamik, është një deviacion. Dhe luftën më të madhe faktikisht iranianët e kanë me pjesën arabe, komplet, me gjithë faktorët e tjerë arab, sepse janë sunitët dhe shiitët, patjetër. Kështu që këto nuk janë sisteme religjioze, këto janë sisteme teokratike të devijuara. Dhe gjithë to pushtetar që nga njëra anë sillen si lider politik dhe nga ana tjetër si lider shpirtëror dhe ngatrohen të dyja, këto nuk mund të vazhdojnë pafundësisht të mbajnë popullin në një përgjumje letargjike me gënjeshtra pafund. Është varfëri e Irani. Shifrat që unë përmendja janë zyrtare të shtetit të Iranit, janë reformat, është projekt buxheti i Iranit për 2026 dhe nuk mund të vazhdojë kështu. Qartë. Pra, thua që rrezikohet seriozisht regjimi i ajatollave. Ka faktori i brendshëm. Se mund ndodhin dhe element tjera, gjeopolitika. Dhe me që ju jeni njohësi aty rajoni e tjera, nëse bie ky regjim, kush vjen? Shiko, Irani ndryshon nga pjesa tjetër e vendeve të gadishullit, po themi, sepse në Iran ka rrymë politike, ka reformator. Bezeshkiani, për shembull, ishte një nga reformatorët. Në kandidimin e fundit nuk ishte pjesa konservatore, ishte pjesa ka intelektual, kanë tradit, dhe besoj që periudha tranzitore ka mjaft mënyra dhe modele se si ta tejkaloj një shtet momentin e parë. Megjithatë nuk besoj që jemi në atë moment. Nuk besoj që jemi në atë moment. Ajo që ditë themun është kjo, që është nga fundi ky lloj sistemi se nuk mban më regjim. Problemi i është që qeveria, presidenti duhet të bëhet me protestuesit kundër ajatollave që të bie regjimi ajatollave. Që nuk mund ndodh. Që është e pamundshme. Shifrat më shkruajnë nuk janë të qeverisë, janë shifrat të grupeve për të drejtat e njerëzit. Shifrat e vrasjes, po s'ka si të jenë të qeverisë në këtë rast. Po janë ato grupe të drejtave të njerëzit që janë njohura ndërkombëtarisht. Janë njohur ndërkombëtarisht. 540 nga qeveria e Iranit. Është konfirmuar sot nga qeveria 540. Dhe i ka trajtuar, dhe kush është më e keqja, i trajtoi si terrorist, se ky është problemi. Se ndodhe edhe në Amerikë, ndodhe edhe te ne. Mund vriten qytetarët, por shteti kërkon falje, vëlla, nxjerr njerëzit para drejtësisë. Nuk mund i thush qytetarëve tuaj që dalin protestë me dur në xhepa që janë terroristë. Fëmijët ose kjo vajza që del nga shkolla. Kështu që qasja është, dhe nuk mund ta mbulosh ti pa aftësinë tënde dhe gjendje keq ekonomike duke thënë shikoj se kemi Mossadin këtu dhe Mossadi po na shkatron shtetin. Fundi fare edhe për prezencën e Mossadit jeti përgjegjës. Se sigurinë e shtetit e ka qeveria. Nuk e bën dot populli. Qartë. Unë kam edhe një pyetje të fundit. Çfarë do të nënkuptonte rrëzimi ose mbijetesa e regjimit për popullin iranian dhe rendin ndërkombëtar? Impakti, shiko, e para bi një model që unë kam thënë që fillim të herës është një model i dështuar i asaj që rëndom njëhet si islami politik, shtetet teokratike, është një sistem shumë hibrid i shiizmit. Çfarë mund ndodhi? Sigurisht që përfituesi i parë i ndryshimit të regjimit në Iran do jetë populli i Iranit. Pastaj rajoni sigurisht që do jetë më i qetë. Mos harroni që gjithë të trazirat e fundit, paktën këto 2-3 vitet e fundit, vinë nga Irani. Irani ka financuar gjithë milicit. Në Irak, në Siri, në Liban, gjatë luftës Gazës e kështu me radhë. Por
A do mundet që një të ardhmet afër në këtë reformim të geopolitikës, Irani nuk do jetë një fuqi rajonale, jo, Irani do jetë fuqi rajonale. Problemi me Iranin është Sepse është kulturalisht që gjithmonë do jetë patjetër. se Irani si Rusia në rajon. Qartë. Nëse ne kthehemi Rusia, sot Rusia ka disa minoritete në çdo vend të ish-bashkimit sovjetik, Edhe Irani. me të cilat legjitimon ndryrjen. Dhe ndryrën në Ukrainë se ka minoritetet e veta, ndryrën në Letoni se ka të vetat, ndryrën në Lituani se ka minoritetet e veta. Dhe Irani ka minoritetet shiite për të cilat ja lejon vetë, ja legjitimon vetes ndryrjen. Po. Pra Irani kur nuk do jetë një faktor paqeje në rajon. Me këtë regjim. Çfarëdo regjimi të ketë. Jo, po ndryshoj regjimi, se ky është regjim religios, mbështetjen e religion. Nëse hapet, Nëse bie ky regjim, bie ai revolucioni islamik i 70-s rrëzohet. Pra është fundi i një periudhe që është tani 50 po bën 60 vjeçare. Rrëzohet revolucioni islamik. Po, Si themi ra komunizmi, unë thash rrëzimi ose mbijetesa, po edhe mbijetesa në regjime ka shumë mundësi të ndodhë. Mbijetesa e regjimit, për shembull, më shkruajnë që sipas BBC-s ka pasur një manifestim të madh pro pushtetit sot. po janë tash njerëzit- këto janë si protestat që janë bërë në 90 në Shqipëri, populli dilte këtej organizonte, tash këto janë minimalista Edhe ato. njerëzit e qeverisë. O Ylli, tash Qartë. 31 provinca, dhe më dhe gjithë territori i Iranit, me fshatra, me qytetet vogla, me qytetet ndaja, me intelektual, me tregtar, shtresa e mesme, studentët, shumë e rëndësishme, kanë qenë gjithë në rrugë tash. Pra, domethënë, 2 javë. 2 javë në rrugë, më shumë se 2 javë. që. atëherë, kjo ishte pyetja e fundit që unë kisha, dikush po më shkruan një pyetje tjetër. Po, nëse Irani ka shkaktuar trazira në rajon, po Izraeli çfarë ka bërë thot? Po patjetër, nuk diskutohet më E tha edhe më fort e tha. Që antagonistët rajonit, pra Irani me Madje këto janë 2 faktorët kryesorë që ai rajon aty nuk po gjen paqe. Ky lloj Më fort rivaliteti. e tha Yazet-Gjiu, por edhe E tham që në fillim atë pjesë, kanë faktorë të e tuaj. nënvizoi edhe Gjeneshi. Unë mendoj që kaq kishim për këtë moment, për këtë ngjarje që ishte vërtet një ngjarje me përmasa tragjike për shkak të vrasjeve të gjitha, që ishin shumë. Tani do kalojmë në një moment të spaku. Ka një moment, kaloni të strisha e re, të lutem? Durana, e kanë vendosur të mejtë këtë. Zoti Tomori, kemi dëgjuar një emër të ri, Durana, sidomos ky emër është identifikuar pas denoncuar në media, por sidomos është përmendur, vijon të përmendur fort, pasi e ka përmendur dhe Arben Ahmetaj. Tani unë duhet të më sqarosh ti çfarë është Durana dhe pse kemi të bëjmë me skandal. Thuhet që edhe spak nga burime të sigurta që janë shpesh në emisionin tim, është duke verifikuar këtë gjë dhe ndoshta do të ketë pastaj, ndoshta do ketë dhe hetime. Tani, pse është bërë zakon këtu që për shembull i thot dikush, i thot Arben Ahmetaj ka drejt, thot çfarë doje, kupton. Po për shembull ja unë kam një material këtu, se duket sikur u mblodhen shumë dosje aty dhe sikur Arben Ahmetaj i thot këto për herë të parë. Unë kam për shembull një pikpyetjet e Durana tek park në Durrës, një vit më parë në televizionin ku ne jemi. Është kjo për Duranën, pikpyetjet për Duranën. Janë çështje të konsumuar këto në publik. Po kështu më dërgojnë Birn për shembull, ka një investigim për Smart City. Ka kohë, ose zoti Tomori, të cilën jo më kote kam thyrë sot, ka patur një investigim për Smart City. Smart City, që është pra brenda këtij kontekstit të dosjeve të mbledhura nga zoti Ahmetaj dhe zoti Ahmetaj mund të jetë 14 ose 17 që e ka thënë. Që ta thotë gjithë media tani ne nuk e detyrojmë dot as kanalin Top Channel as kanalin. Por për shembull, në momentet që flasim, këtë muajin e shkuar, më shumë se një muaj, në këtë televizion ka pasur të paktën 9. Se unë nuk dua të citoj tani për ti secili ka të drejtë i thotë të gjithë, por ato, sidomos për kolegët e kam këtë, kolegët që vinë shpesh dhe në emisionin tonë, ato nuk bëhen të vërteta dhe janë kur i thotë Arben Ahmetaj. Po ato janë gjithmonë kur i thotë media. Dhe media i ka thënë këto. I ka thënë dhe Arbeni tani është te pjesa dërmuese e tyre,
numri i 17, i 14, i 15, nuk e di. Gjithsesi ne do flasim tani për këtë. Zoti Tomori, ç'është kjo Durana? Dhe ti do më japësh disa sqarime mua. Atëre, Thuhet që dhe s'pak po verikon. Durana nuk është një emër i ri ashtu siç e thatë ju. Është një projekt që ka 3, ndoshta 4 vjet që është konceptuar, është lajmëruar, është premtuar, kanë filluar të punojnë. Është një koncept i ndërtimit të një parku teknologjik, pra një vendi, ambienti në të cilin zhvillohen veprimtari ekonomike të vlerës shtuar apo të teknologjisë informacionit, kryesisht në aktivitetin e kodimit apo programimit që quhet ndryshe. Pra këto programet kompjuterike siç i njeh publiku. Në atë kohë, qeveria shqiptare hodhi apo njoftoi ndërtimin e një parku teknologjik në Xhavzotaj të Durrësit. Informacionet e mëvonshme thonë që ka qenë kërkesa e një kompanie, një giganti amerikan, që donte të vinte në Shqipëri për shkak se ky kishte një deg shumë të madhe në Ukrainë dhe atëherë filloi lufta, pra Rusia sulmoi Ukrainën, punojësit aty nuk ishin të sigurt dhe kishte menduar Shqipërinë si një vend të përshtatshëm për të zhvendosur punojësit e vet, për t'i sjellë këtu. Se këto janë kompani ndërkombëtare të cilat bëjnë aktivitet, kanë aktivitet në shumë vende të botës, duke filluar jo vetëm kompania quhet IPAM, po jo vetëm kjo, po edhe kompanitë e tjera, Apple-i, Amazoni, e tjerë kanë aktivitete të shpërndara në vende të ndryshme të botës. Dhe thuhet se edhe ligjin fillestar për Duranën e kanë konsultuar, e kanë këshilluar, apo po themi e kanë asistuar vetë IPAM-i. Sepse ligji fillestar parashikonte ndërtimin e një parku, siç e thash, në Xhavzotaj, me ambiente, me zyra, ku punojësit do të shkonin të punonin aty, të bënin këto veprimtaritë e kodimit, e programimit, të programeve kompjuterike e tjerë, dhe sigurisht që këto ishin shërbime që do të shiteshin në botë. Pra siç kemi ne aplikacionet në telefon, programet e ndryshme, këto gjëra do të bëheshin edhe aty. Dhe ishte konceptuar që të ishte një ambient fizik me kufi dhe kompanit që do të shkonin aty, përveç IPAM-it mund të ishin dhe kompanit të tjera, kishin disa privilegje apo lehtësira fiskale. Tani, ka dy mënyra... Thënë është një përpjekje, po të më thua ti mua, që ta kuptoj unë, që si jam ekonomist dhe njerëzit që nuk janë, është një përpjekje për të ndërtuar një offshore. Jo. Një zonë e lirë. Jo, zonë e lirë. Zonë e lirë, shiko, nëse do nisesh... Zonë e lirë. Jo, zonë e lirë. Nëse do nisesh nga qëllimi i mirë, ajo është një përpjekje për të krijuar një industri të avancuar në vend, për të krijuar një pol zhvillimi teknologjik ku krijohet dhe bëhet ekonomi. Por çfarë ndodhi rrugës ishte që se kështu dalin të gjitha gjërat, idhen projekte të mëdha të cilat konceptohen si nxitës të ekonomisë, pastaj gërryen nga korrupsioni. Ka dy mënyra se si ti mund ta ndërtosh fizikisht një park teknologjik. Ose shteti shqiptar ka përdorur përgjithsisht dy mënyra, ose do zgjedhësh një privat që ta ndërtoj ai me lekët e veta, dhe ai e ndërton parkun, ndërton zyrat, çon infrastrukturën, çon energjinë, çon të gjitha po themi mjetet pajisje që duhen për të zhvilluar këtë aktivitet, dhe pastaj ti i jep atij privati të drejtë që ndërton parkun të drejtën që të hyjë ai në marrëveshje me kompanitë që do të futen aty dhe do të merren me këtë sektorin e teknologjisë së informacionit, ose mënyra tjetër ishte që shteti ta ndërtonte vetë, me parat e veta, me tender klasik, dhe pastaj të kontraktonte kompanit
të cilat në secilin prej rasteve njësoj do paguani qeran, si tek privati, si tek shteti. Ajo që ndodhi ishte që parku nuk u ndërtua kur dhe Nuk u ndërtua kur. Nuk u ndërtua kur dhe për 3 vite qeveria shqiptare e ka mbajtur pezull i pamin. Gigantin Amerikan, kompanin Amerikane që kishte marrë, po themi një farë dakordësie, kishte rënë një farë dakordësie dhe kishte marrë një farë premtimi nga qeveria shqiptare dhe madje nga personalisht nga kryeministri. Masi kaloi gjithë kjo kohë dhe nuk po ndërtoi asgjë, Amerikanët vunë një ultimatum qeverisë. Na thuaj çfarë do bësh? Do ta ndërtosh që ne të vim ose në të kundërtën unë do t'i çoj punojësit e mi në vend tjetër, sepse nuk mund të pres. Këta pastaj bën atë shpikjen tjetër që bën park virtual. Pra pa zyra, pa trar, pa godina, po thjesht një adres ku, si që shef ti aty, tek ajo fotoja, aty figurojnë të regjistruara sot 26 kompani dhe vazhdojnë të regjistrohen të reja, sepse përfitojnë nga i regjimi, nga ato privilegjet fiskale. Dhe këta kanë shkuar në ekstrem me privilegjet fiskale që kanë dhenë, kanë shkuar deri të... Kjo është, si pas të me thënë, një parajs fiskale. Këta e kanë bërë totalisht parajs fiskale, sepse kanë shkuar për te gjdo, po themi, kufiri, lehtësirash fiskale që japin qeverit normale. Kanë shkuar në përjashtim total të tatimit të ardhurave, përjashtim kontributesh, pra çdo gjë që bëhet aty është pas një detyrim shtet. Sa kompani të tilla kanë në Shqipëri? 67. Janë 46. Shqipëri pak a shumë sa ka, kompani që merren me këtë gjë. Që merren me zhvillimin teknologjik. Me zhvillimin teknologjik, ne nuk kemi dhëna të sakta për këtë punë. Ka pas disa kompani vërtet serioze, për shembull Lufthansa, kompania që është një nga kompanitë më të njohura të qiellit, të gjithë procesin teknologjik e bën në Shqipëri. Si Lufthansa. Si Lufthansa. Po. E bën në Shqipëri dhe eksporton kudo ka aktivitetet e veta. Dhe është një aktivitet që ata bën dikute, vetëm ata bën dikute 50 milion, 6 milion euro në vit në Shqipëri, nga Shqipëria. Ndërkohë që në total, herën e fundit që unë i kam parë ka qenë para 2 vjetësh në mos gaboj, eksportet e Shqipërisë të shërbimeve të IT-s janë dikute 160-170 Për të kuptuar raportin mes këtyre 46 kompanive me tjera si kanë këto përfitime. Këto kompani janë këto kompani që këta krijuan shoqat akti. Jo, këto kompani që kanë shkuar aty në pjesën dërmuese të tyre janë kompanitë të cilat deri dje merrnin tenderat e aksh. Ta kanë pas një favor fiskal, sepse kanë qenë me 5% tatimi, pra ndryshe nga bizneset e tjera që paguajnë 5%. Po u hoq ai 5%. Ai u hoq për shkak presionit që beri Bashkimi Evropian dhe OECD-ja, të cilët e kërcënuan qeverinë shqiptare dhe thanë do të fuzim në listën e Zotomori janë ndodhë në vendet e tjera të botës që i japin ndodhë me shumicë. Shiko, ka qeveri... Lehtësira fiskale të Po këtij lloji. sigurisht më që ndodhë, nuk është turp t'japësh lehtësira fiskale. Ka qeveri që bëjnë çmos dhe imagjinoni për një moment sikur në Shqipëri të ishte bërë ai parku vërtet ashtu siç duhej, të kishte ardhur i pami. Do ishte një lajm shumë i mirë, sepse këto kompanitë e teknologjisë shërbejnë edhe si magnete, treqin njëra tjetrën. Nesër mund vinte dhe Amazoni aty. Që një proces të saktuar mund ta bënte nga Shqipëria. Po çdo bën Amazoni? Po ata kodim bëjnë mo, një laptopu duhet atyre. Ata punojnë, ata lloj punojnë, ata kanë nevojë vetëm për një laptop, dhe ata mund punojnë edhe në Kinë, edhe në atë. Por këta nuk donin atë, këta pastaj e kthyen në këtë, ku qëndron ajo, Në rastin konkret, pse mori buj nga denoncimi i Ahmetaj, sepse zoti Ahmetaj ishte i pari që kapi publikisht diçka që të cilve ne na kishte shpëtuar, ose të paktën mua dhe unë nuk e kam parë në mjedi. Kthimin e parkut në virtual. tani, Sepse ne zoti dinim... Ahmetaj ka drejtën e zotit bëj çfarë. Jo. Kemi një problem Që tjetër. po thua pse... Jo, kemi një problem tjetër shumë të thjeshtë. Shiko, ky televizion ku jam këtu ka të paktën 10 raste. Unë ta nxora me letër
Ka një vit që këtë Duranën e ka Ore, e di pasiguar se Gjersi. në atë emision kam qenë Ti vetë. ke bërë të njëjtën gjë, të tjerë ke qenë dhe në emision. Po të them, Qenë ti. Tani, mori i dashur, buj po, kur shpërtheu virtualiteti. Kjo ishte e kjo re. merë buj, kam idenë unë që, Kur u pasi do me thënë, si kur behet si e vërtet, kur e thot Ameta, që do me thënë? u bë se skem Nuk ka lidhje, kapitalistë, nuk ka lidhje, po, virtualja është problemi. Se duke sikur në Zvicër kuptojnë më mirë gjerat, e kuptojnë. Or, ndërtimi parkut Ne presim që Ameta i thotë gjë tjetër, ore. Jo, mos ndërtimi. Çka ka bërë ai bashkë me Edi Ramën? Renca ishte që këto kompanit, këto 46 kompanit, e kanë adresat ndryshme në Tiranë, Durrës, Vlorë, dhe ndërkohë janë të regjistruara këtu me adresë që të përfitojnë Në adresën që këto ndërsa. të mirat materiale. Tani po yte kjo Jo, pikë, shtenca. kush janë biznesmenët që përfitojnë në këtë? Këtu ka seleksion, do thuash. Shiko tani, këtu duhet të sqarojmë diçka. Kjo historia e shndërrimit të parkut në virtual është bërë tani vonë. Dhe regjistrimet e para kanë filluar para disa muajsh. Pra nuk është se aty kanë 2 apo 3 vjetë të kompanit që janë regjistruar dhe nuk kanë paguar taksa këto 2-3 vjetë. Tani ka filluar kjo histori. Ka vetëm pak muaj. Dhe lista me 26 kompanit ka dalë. Kryesisht janë kompanit që marrin tenderat e akshit. Ata nuk... Pra, si lidhet ky projekt me Akshin thua ti? Sepse të njëjtit njerëz që marrin tenderat e akshit, ato kompanit që janë në për dosjet e Janë të regjistruar dhe aty. kanë shkuar dhe aty që të mos paguajnë as taksa. Pra të vjedhin dhe tenderat dhe të mos paguajnë as taksa. Kjo është lidhja dhe kjo është ajo që flitet që Spaku i ka shtrirë rretimet edhe tek Durana. Pra, këta bën, që bën të se? Bën një shoqat akti. Me mbështetjen Akti, po. e kësaj Kërçanës. Dhe dhërës akshit. Te akti, ta vun një kotizacion që duhet të paguajë për qenë antarë, dhe kush pranoj antarë përfiton dhe tendrat të akshit dhe regjistrimit të Durana. Dhe në përgjithësi, ata që janë që fitonin tendrat të akshit dhe janë të regjistruar të Durana dhe ishin merin tendra dhe përfitonin dhe regjistrat fiskale nga qeveria. Kjo është e therbi. Që unë betin mesën dhe kjo është skandali këtu që. Qartë. Me që i marrin tendrat, me që janë preferencial, po s'duan të paguajnë as taksat. Shiko, ligji në formën fillestare ishte që kompanitë ekzistuese nuk lejoheshin të shkonin aty. Sepse nuk ka kuptim që... Ligjet asnjëherë s'kan qenë. Nuk është incentiv. Nuk ka kuptim që Që po e bën si zonë të lirë për të thirrur. Po, për të thirrur. Si do e joshësh atë nga jashtë vi. Dhe aty do kishte vetëm aktivitete që ishin të nivelit të programimit, të kodimit që quhen në gjuhën teknike, pra jo këto që benin këta këtu. Eksportuese kryesisht. Po, sepse të thash, fillimisht ideja ka lindur për IPAM-in, se e kërkuan ata. Pastaj rrugës këta e devijuan dhe bën këte që din të bëjnë në çdo projekt. Pra nisin kështu dhe pastaj e kthejnë në skem Pastaj kthejnë kështu. Po. Pra, SPAK është duke verifikuar këtë, më informuan mua. Kupton? Unë nuk e di që do verifikoj Spaku aty, se ajo... Do ndoshta do jetoj. Me vendim qeverie. Me vendim qeverie. Qa mund të verifikosh? Pse e bere kështu? Kështu e shoh unë politikën e zhvillimit vendit. Tani, po çfarë humb shteti nga ky projekt? Shteti çfarë humb këtu? Kështu si u bet tani? Po. Ata njerëz që paguonin ato taksa, paguonin disa taksa këto kompanit, apo jo? Po. Tani s'do paguajnë asgjë aty. Do masi taksat. 26 kompani ylle nuk paguajnë taksa. Tani 26 janë sot. Po, Ato mund vjen nëse ajo vazhdon. Lan DC Albanias të. Por shiko, Elira Kokonës për të DC Albania, për të projektin, për të mos firmosur, ka dhënë 3 juristë që një fund ka dhënë dorëheqjen. Juristë që kishin nga 15 DC Albania 20 vjet. DC Albania është një kompani shtetërore që e drejton Elira Kokona. A kjo gruaja, po. ja korporata investime. Korporata e investimeve. Korporata investime. Po kjo tendja çishte që botove ti, që ke kohë që ke botuar dhe Birni. Kjo Smart City është. Smart City. Ajo është e kamera, do flas për këtë apo për kamera tani? Është tjetër, Ajo është plaçkitje tjetër. është plaçkitje me kredi nga Emiratet e Bashkuara. Që shumë Emiratet e kanë sjellë ato. Emiratet. 50.000 euro. Po ndoshta e kanë marrë dhe Emiratet. non edhe sigurin kombëtare. Si është ajo? Ata sjellin lekët këtu me kompaninë e tyre. Si është ajo? Ti do pagush edhe interesat e
kredis, përveç gjithë tjerave. Ajo si skema që bëni këto mashtruesit e Te mikrokredive. ke patur ti shumë kohë. Po, që i çonin te banka, Bënte dosja Erben Ahmeti, e ka patur dhe Birni. po Birni shumë kohë. po. Dakor. Ti e ke bërë? Jo, te Birni nuk e kam bërë, unë kam bërë pjesën time te kapital. Po. Po tani ne Edhe ajo është një ngjarje. Për shumë zëvendës ministri i rendit, i brendshëm, supozohet të shkarkuar për atë. Jo, supozohet, po e shkarkuar për atë. E ka bërë, ja. Kështu ti e ka bërë atë. Telefonata Atë famë. telefonat në Ramos, në Milano, Klod Lala. në Rom. Në Via Veneto. Tu apo Klod Lala? Jo, Klod, Të mori mulla. Këtë mori, po. Po përfëndet. Telefonata që dele Rama, Kujt i që i bërtiste bërtiste Rama? nga Roma, që u interpretua bashkëkryetari Komisionit Zgjedhje. Zvendës ministrit që oqi, se nuk firmose, kishte frikë. Oqi atë që Gjemal Qefalian, vajti Gjemali e kreu. Zënës ministri përgjithsisht për këtë është bërë që të Firmos. edhe të bërtitë. Firmos. Tani, edhe tani, nëse do të ketë, në më thënë, më tej do të ndigjet këtë problemet gjitha, se do jetohet, ne do të kemi në qendër vëmendjes dhe do flasim në ditët që vinë. Tani, orët e fundë do të vinë gjithë tjetër. Thirën Berin Këlliqi një orë, në SPAK, Person djeni. po unë akoma nuk kam kuptuar pse. Person djeni për çfarë? Pa di që ka bërë ai për politikan. Thuhet që ka qenë për shpenzimet në kuvendin e doktorit. Çfarë dini për këtë? Ka ndonjë gjë që e dini ajo? do më thënë, Ne mund të pyesim Bebelinin, i thashun që do vish, po ndoshta vjen te Intjen jo vetëm për këtë problem, por Sta dhe fliste. E E pyetën gazetarët, nuk do të fliste. nuk foli, tha është për politikanë dhe së shpejti do ketë zhvillime. Po të ishte për doktorin, nuk do ishte janë që i entuziazmuar, besoj. Po ndoshta ka qenë, ndoshta bëhet kryetar partie. jo, ai thash për një çështje periferike. Si, ndoshta bëhet kryetar. Çështje politike Shpikpami se se kuptovëm. Se batut. Tjerë, Kam përshtypjen, Ylli, sekretar aty. që përveç dosjes klubit Partizani, nga SPAK-u brenda pretendohet që është hapur një seksion i kësaj dosje. Pra si bëjnë ato me seksionet dosjet, për hetimin pasuror të familjes Berisha. Fraksion. Një fraksion i asaj dosje. Dhe po hetohet të ardhurat financiare të familjes Berisha. Ku gjetën lekët e kuvendit. Mes tyre, ku Stadium. më të nga u gjetën parat që u bë kuvendi IPD-s në 2021. Dhe kanë thirrë zotin Këlliqi sot, që e kanë marrë në pyetje, ai ka qenë organizatori kryesor, Ka qenë nga 3 bashkë me Albana... bashkë me Flamur Noko dhe Albana Vokshin, kanë qenë 3 organizatorët E kujta? e Kuvendit parë. të stadiumi. Dhe kanë përshtypjen që edhe zoti Noka dhe zonja Vokshin do merren në pyetje prapë me këtë ide. Pra ku u gjetën parat që u bë ai mitingu. Pra 5 vjet pasi është bë ai Po, mitingu, kjo punë arrestojnë të gjithë. gjithë dynjaja mund ta. Do më thënë gjithë partitë. Do nga këto, Do të rrasë dhe Armando Dukën në më të rast. po të thrasin Armando Duka që ka bërë? Po se ka marrë dhe Qiran, ai ka marrë Qiran e stadiumit për atë punë. Se gjithë ato para ato. Se Armando Duka mund të thjesht, ai theri mengjër të rridjat, theri mengjër të rridjat. Fakti që merren me edhe Po prap, domethënë, kjo është ajo pjesa që ti thotë SPAK-u, ja, thonë që po punojnë. Tani kjo Gjen është arsye për histori, të punu. po tani se s'mbeti Se s'ka- punë të lekte. Do me thënë t'ju thoni që nuk është gjë kjo gjë. Jo, jo. Vërtimi, Për Se ata o mund të të jetë lekte gjë, kuvendit të stadiumit meti kjo punë. për një 10.000 euro. ata për të zgjedhur aty mund të kenë edhe pa lek. Ku i gjeti 10.000 euro? Jo, për të zgjedhur mund të kenë edhe pa lek. Kushton më Ti ta kupton marrësh gjë të që rumin kish një nga ditë. këto. Po aq kushton më ta marrësh ti Dhe ka ditë. thënë një biznesmen i Ramos që ka thënë mos ma nxirrni emrin, më na. Pa, Po a ka hetim pasuror për Berishën dhe familjarët e tij? Çfarë është kjo? Se edhe këtë se kuptova. Se shtroshin apartament. Pra, është një dosja e klubit Partizani, e cila ka shkuar në gjyq, pra ka nisur procesi gjyqësor. Dosja e famshme, që akuzohet Berisha bashkë me dhëndrin e vet, bashkë me ndërtuesin, dhe te kjo pjesë kanë krijuar një fraksion me vete, hetimin pasuror, sepse sipas udhëzimeve të SPAK-ut, që kanë ndërtuar vetë SPAK-u, sipas kodit, duhet që në rast se kemi një akuzë për korrupsion, të ketë dhe hetim pasuror. Po si duma. po Dhe tash- kërkojnë lekët e Dumane. doktorit, me vjet. Dhe Po kërkojnë lekët e Po doktorit. kërkojnë me gjitha format që të gjejnë Lekët e doktorit. nga ai ka gjetë lekët doktori që është bë takimi i famshëm 2021 dhe prokurori është Arben Kraja, ai që ka nisur Po sigur kjo
banesave si me ndërë këto bregët e aset, Si ato se fare më kjo është kot. Por tash, tash në 2025-ën, të thosh liderin e opozitës se ka bë korrupsion dhe si e ka vendosur pasurinë, do të thënë që është thënë 10 herë dhe nëse ka një gjë për të cilën të gjithë e përjashtojnë Berishën, është pjesa e korrupsionit. Ta duan ta vazhdojnë, do të gjejnë hetimin pasuror. Dhe kam përshtypjen që me këtë lidhet deklarata e Berishës 2 javë përpara nga Spaku që thoshte po hetojnë se si është ndadhe privatizimi i shtëpisë së famshme. Me këtë duhet lidhet. Të proqkop. E kam Që futur në dosje si të re. Duhet jetë pjesë e kësaj ndonë. Pra kanë hyrë që atje. Këta e kanë shprehur dëshirën e tyre, qëllimin e tyre për të pasuruar që kur privatizuan shtëpinë. Çifti maltezi. Pra, privatizuan shtëpinë e kohës së Enverit, siç e kanë bërë gjithë, morën pjesën e tyre dhe Spaku do të është kjo më që të mos hetohen. Ky është kuptuar vullnetin e tyre për të qenë kulak. Kjo është një mënyrë për të mos u hetuar. Kur ka gjëra të që mund të jenë të hetuara, se Kjo është nxjerrës jam nga pleshti. A mund të përpiqen. Mund të thuash për gjithë, po. Tani këtu një miku im e shkruan që 6 milion të vjetra, domethënë ja ka dhënë me qera mondi këtyre. 6 milion lekë vjetra mund t'i paguaj për të demokratike, se ajo është mondi. Monduka pra. Monduka, unë jam mondi që s'bie. Po s'janë Mandi që Mondi i thonë mandi. Kanë ato shumë se është gjithë partitë. Po ky miku më thotë mos e thuaj emrin tim, nuk e them. Si mënyrë mos çaflet. Ore ore mirë që bën që i ndjekin, po sikur ti kishin ndjekur me të njëjtin zell edhe ato lekët te akshi, te incineratori, te këto të rrugëve, se këta s'ka kapur as lek. Tu vetëm i vjen aferat më, po lek. Domethënë para thua ti, Do të kishin kapur, ti ndjekin dhe këto. lesh ka vetë, ha? Ja, pa lek s'kemi asnjë vend. Po këta dënojnë me burg po deshit, problemi është Po i kanë prishur apo nuk? Burg futet, ë? I kanë prishur thua lekët? Këta apo Lekët si kanë Ata duhet na i thonë ku janë. prishin ato lekët ata bileka që ato duhet jenë. Shumë. Gjeni shkupton gjeti nga kjo se leku i madh në përkëmbë. Lek shumë i madh në përkëmbë. Kjo është, shiko. Ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Ti humor dhe me Një ditë do flasim. Ikën dhe mëson studentët gjithë të radhe floku e këto, lek. Po se s'marrin pjesë në për tendera ne. Po të shkojmë në për tendera do flisim. Ka gjetur rrugën e gabuar, ka zgjedhur rrugën e gabuar. Kam zgjedhur rrugën e gabuar dhe nuk marr vesh, do vazhdoj me këto gabime. Po flerata, po. Darke kështu. Paq. Ple mirë. Sigurt. Unë them tani që Po dhe ata që kanë marrë aq shumë, nuk e se po flenë. që ti thua që nuk shqetësohen, ha? Si ka rëndësi. Ai tha, ne kemi kapur sa milion, tha ai, 40 milion më duket, tha Domani, ose 3 herë më shumë se shpenzojmë ne, 2 herë më shumë se shpenzojmë. Ato rrogat e Spakut apo jo? Jo, po ato janë dhe të sekuestruar, nuk janë të konfiskuara. Duhet ka një etapë tjetër ti konfiskosh. Dakor. E zëmë se janë, zëmë se ja i kthyen tani, të metamorfoza i kthyen parat, i thënë ata kthejnë që Prandaj pra po. E zëmë se i kanë bërë gjitha. Ato s'janë kthyer vetëm janë kthyer edhe tek këtia Bules, edhe Bistri. Dhe aty po kthejnë, aty është... Tani, aty po kthejnë të gjitha, po ja u kthejnë. Ndërkohë që këtu flasim për 100 milion euro. 100 milion euro, vetëm në çdo çështje që ata kanë marrë përsipër ta zbardhin, janë rreth 100 milion euro. Janë gjithë s'del një lek, thua. Lek s'ka. A kupton gjenish? S'delje. Po mundo. Kjo akshit është të mërshme. Se thonë vetë, kanë blerë 10 milion euro çokolata, e thonë dosje. Çokolata çfarë çokolata vallë të keq. Fatura pra, se s'kanë çokolata, fatura kanë pa. 10 milion euro çokolata nuk ja do të kina. Mund të kishin qenë të domate. Mo e kina thotë. Po të ante 10 milion euro. Pëlqiste diabeti. Çokolata se Kur e kanë dëgjuar ata të Hilalit, të ka thënë sistemi. Nuk e mbajnë dhe shumë sheqeri. Atë kanë gjetë si klient për të firmos faturat, se mund të ishin të domate. I kanë thirrë aty edhe s'japi përgjigje tani, ku vajten lekët. Tani më them që paka shumë dolën si çështje. Pjesa dërmuese problemeve sipas nesh gjithmonë siç e themi, pas nesh dolën. Ato kemi probleme tjera sigurisht. Ikën kjo janë, vjen endja, ne do dalim, themi do dalin dhe probleme tjera. Të cilat ne gjenish
Jemi gati e gjitha. Kjo Irani ndoshta u mbyll, po ndonjë tjetër mund të përsas. Akoma. Pra dy pjesë e kishim, Saljanin kishim merë në parë, një gjembe dhe aty të janë shumë të habitur si s'po ikën ky njeri. Për herë të parë pas 35 vitesh. Të gjithë kanë ikur më aty kur vetëm ky sik. Dhe ata janë të zëmruar shumë me këtë gjë. Saljanin. Dhe Saljani tha aty do ri. Prapë, se ti si she. Pjesën e parë, do ri aty tha dhe unë nuk iki. Si do ri që shumë se aty ti je i vetë pleshtor. Jo aty do ri. Dhe ata janë të zëmruar dhe nuk e kuptojnë këtë gjë. Dhe ne vazhdojmë të mos e kuptojmë ndërruar të shikues të gjë, pastaj folëm për një pjesë mirë të gjërave që kishin dalë në media. Këto që nxori Albin Rameta dosi. Po këto kishin dalë kishin një vit e ca. Nëse ne ja kishte nxjerrë shumë këto. Një pjesë më dhan sot mos si dinja të dita, këtë këto morë dhe kisha lexuar të birnit të gjitha këto. Po një pjesë të mirë nuk kisha parë të këtyre. Po dhe të tjerë që do të kemë bërë dhe të tjerë, ëh? Këto? Po kënë dalë që media këtë pun ka edhe në zjerë. Pastaj diçka folëm për kuvendin e Berishës pak që thriti Këlliçin, një orë ndenjë aty e të gjitha, nuk kuptuam në gjë të rëndësishme. Tani, unë mendoj që t'ju themi natën e mirë nderuar të shikues. Faleminderit shumë nëse na keni ndjekur. Faleminderit shumë nderuar kolegë, faleminderit të mirë ju lëshuam sot, nuk ju mbajtëm shumë, që të gëzuar janë operatorët. Shifemi të enden. Aftot. Të enden do të takohemi përsëri. Natën e mirë.